preferuar aty. Pastaj Jo për situatës e linje, ke gabim për situatës që kam përballu në këtë shtëpi ti e di shumë mirë të gjithë presionin që kam pas. Fillim presionin e ke pas pastaj, nuk e ke pas në fillim kur është bëja e nominuarve. Aty nuk ka qenë presioni në fillim. Prit një sekond. Prime mas 3 ditësh, Prime 1. Po. Mbas atit Prime-it, unë kam përballu gjithë shtëpinë kundra. Të gjithë shtëpinë kundra. Edhe njerëzit jashtë e kanë parë se çfarë veprimi kanë bërë, që më kanë nxjerrë mas 2 javësh, preferuam, të po them. Dhe nëse do ishte fake kjo gjëja, ato e shohin 24 orë. Ti briket nuk më shef mua 24 orë. Si to që ti tu Po pra. Prandaj unë ashta mund shoh si je në raport me unë, por nuk shoh na ashta ti shkon edhe bën një super muhabet me Selin ose me dika kupton. Unë nuk shoh. Prandaj edhe ti në fillim ato 3 ditë para ke thënë Brikena do dalë kur e keni bë lojën. Po nuk dola, unë çova unë preferuar, kështu që lojën aty me shishe kur e keni bë. Po mia ish mendimi im në momentin të mas Po mirë, prandaj po të them që njerëzit i shohin kritë ngjyrat e një personi, që ti nuk i shef ato gjëra. Ajo loja me shishe është edhe lojë me provoku se deri ku shkon ti, sa është lojë me shishe. Unë nuk jam kanë aty të lutë, unë nuk jam kanë aty të lutë, jam kanë te kreveti. Po pra ke qenë te krevati dhe unë kam ashtu. Po, kam thënë ashtu sepse unë ty kam dash me dal. Është logjike kjo gjëja. Jo, ti ke thënë ashtu se ti ke menuar që unë do dal. Jo, ke gabim. Atë s'ke kuptuar ti. Të pjesën se ke kuptu ti, se unë kam dash me provoku edhe njerëzit që ka qenë lojë. Po tani kjo është për loja, se duhet me spekulojnë time ty. Po pra, sepse loja në fillim ka qenë ndryshe. Dhe sot loja është ndryshe sepse ka ardhë 80% e banorëve nga jashtë. Dhe këta vi me informacione. E kam pon, që thonë po, e kanë jon, a e kanë jo, nëse dim. Se luhet me inteligjencën tonë dhe me instinktin tonë. Për shembull, po marr BBG-n, nuk po të marr për keq. Them, vjen kjo dhe më thot mua, disa mirë ti jashtë, po të marr për shembull. Tani, këtë gjë kjo ma thot mua për pro, apo për jo? A din kur u dufti me kuptu? A din kur u dufti me kuptu? Pe kuptoj, vjen ai tjetri thot ai tjetër që je të merr lojë. E kuptova çfarë do të thonë. Po ti krejt me ardhë dhe ku me ditë që ka me thonë. Kitë kanë ardhë dhe kanë thonë që te je keq, ndrru lojë se je keq. Kanë thonë kështu. Edhe është në rregull mos me gabu. Po qërshia mbi torte është në momentin që hy familjari i personi aty mren, edhe i thot asaj është më mirë të vazhdosh vetëm. Që do të thotë që nuk ja vlen me pas të lojë me ty. Se nuk je person që shifësh mirë jashtë, të kishe qenë person, për shumë, të kishe qenë jashtë, të thoi, a i Luani, Big Brotherit, a i më i mirë, anë i këne, kishtë thonë mirë, vazhdoje lojën, vazhdoje shoqërinë me mirë, po nuk e thaj. E mora vesh, ta bëj një pyetje, kuptova pra tash. Po mirë, bëj pyetje. Ta bëj pyetje. A ishte sinjal për atë, apo ishte sinjal për gjithë ne edhe për mua? Si e mendon? Ishte sinjal, asaj po, ti aty u duf me kuptu. Bukur. Ti aty u duf me kuptu. Bukur, prit ashtë, vazhdojmë analizën. Atere, do thot që ajo nuk është aty ku mendojmë familjarët në lojë. Që i thonë më mirë të ecësh vetëm, do thot që ajo është poshtë me e. Jo, do thot, jo, të kishtë, jo. Okej, regull, jo. Do thot që ajo është ka të shmirë, sa që e ka i pengeset cila jeti, që në qofë se nuk i shkon me ty.